Përshëndetje, jena në episodin e radhës në podcastin për te i punësimit, e cila është pjesë e programit Human Rightivism që implementohet nga Fondi për Zhvillim Komunitar, mbështet nga Ambasada Suedeze. Dhe ky podcast është një nismë që kena nisë ne nga Qendra për Politika dhe Avokim. Si me çdo mysafir, e shpjegojna pak a shumë pse kena quajtur për te i punësimit. Ideja ka ardhur ku një kohë gjatë, domethënë Kosovë u pa punësimi si rezultate final. Në moment që dikush ka gjetë punë, është konsideru që është në një pikë finale të themi tjetës, s'ka që a lypë ma shumë, veç më ngritë që atë punë. Kushtet kanë evolu, një pjesë të madhe, tash unë nuk është që nuk kemi gjenerat që më punësu shumë herët, që nuk është që e di, po njëtën kohë të rego që kushtet që shkojnë qenë atëre që shëshin tash dalojnë drastikisht. Edhe kjo ka ardhur për një mari arsyesh, po mbi gjitha mbi këto, ne kena pa ndër vite Kosova është fokusu shumë të papunësia, ka pa problemi kryesor në ashtaj papunësisë, dhe punësimi është lanë shumë anësh. Domethënë të e marrë me papunësi, nuk kena marrë shumë pjesën e punësimit, që ka masi që të punësosh. Që për atë arsye kena nisë një seri të diskutime me njerëz të ndryshëm, dhe bashkë me besnikun e mojna një farloj bashkëbisedim në mysafir tonë. Sot jena me fat që ka gjetë kohën zotër Shqipërim Jashari, që është drejtori marketingut në Arsikolla, një prej kompanive që është në sektorin e prodhimtarisë dhe njëjtën kohë punëson një gamë të madhe të njerëzve. Që faleminderit shumë Shqipërim që ke gjetë kohë. Pak a shumë qështë e kena bërë në këtë biseda tjera, janë nisu me diçka si më është, a janë të lypë punëtorët shumë kushte. Ka ndërru ndër vite. Ku e shëti që shka shku evolimi punëtorëve në ashtë ndër vite? Faleminderit shumë. Pionës juve është për te i punësimit kërkesa punëtorit sëtë. Pajtona me ty, edhe është taman kamponjë kohës për shkak se evolimi punëtorit, nëse marrëmi në fazat e fillimit të kompanisë, atëherë ka qenë arritje deri te vendi punës edhe ngritje detyrë. Mendoj që atëherë ka qenë akti më i madh. Po tash punëtori nuk e konsideron veten pjesë vetëm me u punësu, por ai e ka synimin të bëhet me ty bashkëpunëtor. Që tutje të zhvillohen të mirat, benefitet të zhvillohen për dy palët. Ka ndryshu evolimi i punëve dhe i kërkesave të punëtorit, për shkak se dikush që ajo quhej, e thamë më herët e bisedës tonë që patëm pagë minimale, tash është një asgjë për te. Për shkak se ai tash brenda asaj vlere që është paguar në fillim, mendon që tash nuk ka vlerë, por përkundrazi tash vlera dhe benefiti i punëtorit konsiderohet shumë më i rëndësishëm se sa vetë paga që e merr. Dhe për shkak të multifunksionit që e kryen ai në brenda në organizatë. Nëse marr shembull kompaninë ku punoj si menaxher i marketingut ose në sektor të ndryshme ku kam evoluar edhe vet, në fillimisht kam punuar në departamentin e burimeve njerëzore, ku i kam pa politikat e rekrutimit, politikat e punësimit në atë kompani, edhe e di evoluimin e asaj kohe që ka qenë, edhe e di tash kërkesën e punëtorit që është. Po folin në sazat të një punëtori, punëmarrës dhe punëdhës, një kuadri punëmarrës dhe punëdhës. Nga e kaluara, për shembull, punëtori ka kërku punë, edhe nuk është se ke pas domosdoshmërisht përgjigjen me aktualitetin e tij, për shkak se i ke besu punëtorit që e ki aktualisht. Tash vjen kërkon punë, e thret në punë, por nuk është se e ka përpikrijen që ka pas më herët. Se ai po kërkon me bashkëpunu me ty, por po kërkon edhe në atë idejen se qysh ai e shef, jo vetëm në konceptin që kam duhet mu me kry, por edhe i ka synimet e veta. Gjithmonë duke mbi vlerësu veten para se me po provojnë e punës. Edhe më kujtohet një takim ku e kemi pas me departamentet ndryshme të burimeve njerëzore të kompanive, ku ishin për trajnime që u thësh nga institucionet e ndryshme të shtetit. Njëri prej pronarëve të një kompanisë tjetër thoshte se po mendojnë gjithë me u bë pronar të atij brendi, të atij kompanie ku hyjnë.
A problemi është që ai nuk e sheh veten, nuk e punson veten me u zhvillu në atë kompani, edhe me hec në sozat e zhvillimit të saj, por e ka gjithmonë synimin se dona barabar në ty. A ka të bëjë kjo Shqipëri me çështjen për shkak se po vinë gjenerata të reja, po kanë një mendësi pak më ndryshe, apo ndodh më thonë dhe gjeneratat e mëhershme, po veç koha ka ndrru tash. Edhe për kërkojnë tanë një farloj, në dim që ke ditë kush është pronari e themeluesi, po për kërkojnë një farloj dualiteti, ose thëmë partneriteti mes punëtorit dhe punëdhënësit. Në parim nuk jam kundër partneritetit, për shkak se gjeneratat e reja sjellin gjithmonë diçka risi. Edhe jam pro kësaj që me pas një gjenerat të re të frishme për ambientin e punës, por kërkesat ndaj vendit të punës po kanë ndryshuar. Gjeneratat e vjetra thuj se janë ajo gjenerat e cila i ka përjetu periudhën para dhe pas luftës, po e konsideroj pak si më vjetër. Edhe në atë kohë ata e din tash evoluimin e punës. Në atë kohë ku ka punu qysh një antar ka punu dhe janë mbaj gjithë antarët e familjes, tash qysh brenda kësaj familje ka evolu kërkesa për secilin me u punësu, edhe secili e ka drejtimin orientimin e vet. Kjo pjesa dual e partnershipit domethënë është e kohës, edhe është pajtuara me ty se gjeneratat e reja kanë me vërtet kanë tjetër trend të orientimit të punës. Mund të sjellin diçka të mirë për kompaninë, është e vërtet. Mirë po, domosdoshmërisht unë jam prap idhëtari asaj se punëtori kur futet në kompani të evaluoj njëkohësisht edhe të sjellë risi për kompaninë. Se nuk mendoj që kompanitë kosovare prodhues vendor nuk e kanë atë problem me pas ofër vetes në punëtori i cili është partner me ta. Në të mira. Për mu, nëse kësha mujtë me qëtë evolimin, dhe me thonë qysh ka ndru qasja e punëtorëve, punë kërkuzve nëse mas shumëti. Ka qenë, dhe me thonë, në fillimet me njerë mas luftës janë konsolidu një pjesë e kompanive, do që kanë pas aktivitetet më herët, veprimtari. Në një pikë caktume, dhe me thonë, punëtori këtu s'ka pas shumë kërkesa. Sepse jena të folë për një shkallë papënësisë shumë të lartë. Nuk është shumë thash, ideja veç me u punësu ka qenë mjaftueshme, nuk ka pas kërkesa normal, për pak gjithmonë janë lidh kërkesat, po ideja që thash kur e kena thirr për të punësim është edhe për të çdo idesë të pagës, domethënë na të fol për pushime, na të fol për siguri, shëndet në punë, domethënë në idenë që sot tash diskutojmë më shumë. Pjesa e dytë që ka ndodhur, sepse nga nërku ka ndodhur, domethënë lëvizje caktume, po lëvizja më e madhe, sipas meje, mendoj që u kanë të pjesa e Covidit. Covidi diçka ka ndërru. Domethënë globalisht e tjera, po gjithsesi edhe në vrej në Kosovë e ka ndërru qasjen punë kërkuesve ndaj punëve. Domethënë sepse për një moment ata janë detyruar shumica me gjetë mënyra për me fitu të ardhënat prej shtëpisë. Domethënë ka qenë një farë diapazoni për me lyp punë prej shtëpisë, kanë ardhur këto ideja domethënë të punës prej shtëpisë, kanë ardhur domethënë edhe idejat ku është diskutuar shumë më shumë për shëndetin mendor, mendoj që ka qenë diskutim shumë i madh. E kjo lidh tani prapë me punën, edhe kanë ardhur domethënë që kjo kërkesa e dytë. Edhe treta unë mendoj që lidhet shumë sidomos me pjesën e liberalizimit të vizave. Që të ka ardhur një shtytje e madhe, se për shkak të liberalizimit të vizave, edhe pse është e rregulluar kjo, që vizat nuk është moment që heqen vizat, nuk është që të lejohet ty me punu, po jena të fol për një popullat që tash nuk e ka më mundin me shku në ambasadë më baravat, edhe shkon drejt në Zvicër themi, ku e ka një familjar që him punon në zezën, edhe për 3 muaj e mërin është një pagë sa ish pagu këtu krejt më nëna vitit. Kështu që këtë kjo incentiv, unë mendoj që i ka pru në pikën që mos me kanë më punë kërkues që kanë qenë më herët. Në këtë pikë e shumë e plot për kompania për ironi, e qesin e qesin shpallë konkursin, edhe qesin për shembull respektojmë ligjin e punës. Si pjesë që benefit ekstra për punëtorët, që për neve domethënë nuk ka sens, sepse ajo është minimalja, dhe në është tjetër nëse të mu ofrojnë asigurime shëndetësore,
Edhe pse dhe do të bëgon minimale, po më thonë është privilegj. Po ligji i punës është minimale që të kësaj, s'e di. Mirë që është për shembull kompania Arsikolla që ndër vite është case study sot i këtij podcasti, për arsye se në ndër vite kemi pas evoluim të shkollës së punëtorëve, të numrit të tyre. Edhe jemi në pjesën e prodhimtarisë, e cila nuk e ka ndërprej as pandemia. Mirë po, nuk në ndërprej në stash liberalizimi i viza, nuk po them që nuk ndalet vrulli i punëtorëve me dalë jashtë, ose me dalë me eksploru jashtë vendit, por krahasim me idenë se sa ka inovacion në treg, sidomos në tregun vendor, punëtorit e kompania jo një gjendë gjitha. Në kontestin e pagës, ligjit e këto janë alfa dhe omega, për shembull nëse ti dëshiron me pas një staf të kualifikuar edhe me u koni gatshëm që të produktet me liberalizu. Në të kundërtën, nëse ti e qet supozojmë tash e qet në konkurs e respektojmë ligjin e punës, atëherë problemet të brendshme të çati institucioni do të më trajtu fillimisht tutje për me dalë me shqip një kulturës e një diçka më generale. Sa i përket pikës së pandemisë, që ke pika e dytë e diskutimit, sa e ka ndrru lojën, është e vërtetë se e ka ndrru, sidomos tek gjeneratat e reja, cilët kanë qenë atë fazën e rritjes, themi se cikli jetësor i produktit që shkon në 8 vjetën për rritje, pandemia i ka pasivizuar në kuptimin e që po mundja me punua për një shpe. Mos shprej ma thjesht, po mundja me punua për një shpe, po mundja me pas qatë rrugë edhe për një shpe, edhe nuk po mundja me dalë me hup të turë. Fizikisht atje, po mundja edhe për një shpe edhe ja ka ndru pak mindsetin edhe kërkimet për vend punës edhe për stabilitet vetin jetësor, më me thënë. Evoluimi, ke pika parë cilën të the, a ka ndryshuar evoluimi i punës. Neve kemi punësu për shembull, kemi punuar me dy ndrime që prej kohësh. Edhe tash punojmë në atë nivel, por na është rrit kërkesa edhe shija e preferencës konsumatorit. Nëse atëherë ke punu me tjerë litrazhat e produkteve, tash e ki fokusin me litrazhat e tjera. Por punëtori është çaj, vetëm se çka ka evolu me mosh, edhe nëse mosh dasht për shkak të pensionit me ndrru punëtorin, po ka ardhi riu e ka zëvendësu, mirë po gjithmonë tash ajo kurba e frigës apo rren apo ec të trit është gjithmonë te ona që mundet me ikë. Për shkak se ai e kërkon partneritetin me ty. Edhe llogarit vetëm partner në fushën e punës, edhe me përgjithësi e them se jem partner me punëtor, për shkak se kushtet e punës, e nivelin e punës, të pagës, të llogaridhënies ndaj punëmarrës punëdhënës, e kemi korrekt edhe prap numrin e gjithmonë nuk na ka shkuar numri punëtorëve po strikt. Edhe numri i njësive, i brendeve, i daljes gjithmonë është shkuar tek urrit për shkak të mirëqenies së mirë që kemi pas për brenda si kompani. Po marrën në përgjithësi në Kosovë, mirë që është liberalizimi, mirë që është ndodhë, për shkak se po them para luftës nga jashtë na ka kultura e jashtit e vendeve evropiane perëndimore. Tash na po kemi dëshirë me po çaja kulturë sa ka hecë përpara, sa është zhvilluar. Trit tash nuk e kanë probleme prit i kanë marrë me tregu, po mirë atë nuk ka nevojë me shku në ambasadë për prit, po e gjen panairin, e gjen vetën ku ka me shënu, me shku edhe shkon në vizitan edhe shef. Ndërmarrni ju Shqipërinë më shumë çfarë moshe, domethënë me sa mosh më të rritur, po mëndaj cila pjesë dominon e punëtorëve, sa punëtorë patët? Po ne kemi rreth 200 punëtorë tash, dominon pjesa e gjinisë mashkullore në pjesën e prodhimit, ndërkaq në pjesën e administratës dominon gjinia femërore. Sa i përket moshave, janë grup mosha të ndryshme, kuptohet 18 plus e tutje. Punëtorët sa i përket kompanisë tonë evoluojnë edhe presin pension nëse kanë interes me mbetë në punë, po në të kundërtën nuk largohen për shkak nëse kanë evoluim të mirë të punës edhe janë të përgjithshëm të detyrat dhe përgjegjësive të tyre. Nuk them se kemi qëndruar në atë stadin klasik të evoluimit të punëtorëve, por them se kemi lëviz në gjitha aspektet. E thamë më herët se nëse niveli i pagës minimale në atë kohë është quajtur minimale me një vlerë që ka qenë X numër, tenaja nuk është ndisi si pagë minimale, për shkak se gjithë janë konë ma shumë kanë qenë paga se sa ajo që ka qenë vlerë e pagës minimale. Duke mos e llogarit të vlerat shtesë që janë udhëtimi, pjesa e shujtjes ditore edhe pjesa e sigurimit. Tatimeve të husa këto. Që janë, unë mendoj që janë këto
si edukimi që është nivel thelbësor, është talfam është e paprekshme ja. Nëse ti dëshiron me pas jetëgjatësi, këto janë të paprekshme. Si tash, unë ashtë më shumë për rrafshit të shoqënisë civile që i monitorojnë këto institucione, i monitorojnë kompanitë. Është një diskurs që është i krijuar që ka pas një kohë gjatë, më thonë shkelje drejta të punëtorëve për kompanive. Sidomos jena të folë për kompanitë sektorëve, themi shërbimeve, deri dikon në prodhim dhe në sektor të ndryshëm. Tash këtë diskurs, unë mendoj që nuk është kriju veç hajtë. Ka orë për diçkafet. Dhe njëtën kohë, do me thonë, kjo shkelja është karakterizuar besoj në do aspekte. Është karakterizuar në pagë, nëse në masë sektor shërbime është cilësu, do me thonë që shkelje sa paguhet një sektoriste ose sa paguhet një nark, është karakterizuar pastaj me shkelje, do me thonë që lidhen me po edhe me sektor si gastronomia, për shembull ki raste kur e përmend sanat e ma bazike që rrjedhin nga ligji i punës, themi pushimi vjetor. Pushimi vjetor të na është i rregulluar me ligj dikon 20 ditë pune Për vetë, po. Për vetë, edhe çdo 5 vjet shtohet edhe një ditë ekstra. Po shumica, domethënë që kena biseduar më herët me gastronom, themi nuk e kanë kuptuar bashkëtu që ju ka duk absurde pse me pagu dikën që shkon pushim. Se ka thënë rregullojnë një javë ka verës, një javë ka dimrit, por kur ka ardhur pjesa e paguut, ka thënë jo. Domethënë sepse për ta u kon absurde pse me pagu dikën që s'vjen, sepse pagesa ka ndodhur pas ditore. Tash në këtë pikë, është që është ndru roli, diskursi ka ndru ku po gëzohen njerëz sepse kompanitë që po ankohen për punëtor, fuqi punëtore. Diskursi tash është që shumë mirë që është ju kthy sepse një kohë ju keni qenë në pjesën tjetër. Saktë, në këndin tjetër. Është, nëse di mu më do këtë pak interesant me kështu për aspektit sajna që ka ndiku për me folën prap ku njëri për probleme kryesore që identifikohet për çdo hulumtimi dhe çdo pyetësore, mbetet papunësia. Në vërtet. Edhe prap se prap e kena pjesën e një diskursi tillë që është konfirmuar. Pajtohen plotësisht. Kjo ka qenë mendimi jam është mungesë e Departamentit Burimeve Njerëzore. Është një fakufizimi që thotë 0 deri në 50 punëtor, mund të monitoru veç pronarës të melusi i biznesit. Mirë po edhe 0 deri në 2-3 punëtor, mendoj që duhet me pas një përgjegjës të burimeve njerëzore, për shkak se përgjegjësi i burimeve njerëzore është ai i cili ndëgjon, që më thonë, dhimbjen e punëtorit, ndëgjon kërkesën e punëtorit, ndëgjon benefitin e tij edhe e çat diskurs në favor të vetë institucionit ku e përfaqëson. Nëse për shembull menaxheri i burimeve njerëzore bën rekrut të mirë, përmes hapave që është rekrutimi, shpallat pozita, vlerësohet interesi i cilit është më i mirë edhe mirë punëtori me merit, shërben ligji i meritokracisë, atëherë mendoj që çaj punëtor ka më i marr në tabull, ka më i marr gjitha shërbimet gjitha të mira që i kanë në çat punë, edhe ka më vendos. Po shkoj të punoj në X kompaninë, se i pas na 20 ditë pushim, mas 6 muaj u takoj ka, e pas na këtë drejtë, e pas na këta. Po në rast se mirë thati para pandemisë, do të mendoj që kjo ma nuk ka pas bujtë na, se jemi kanë një farveni që jemi gjithmonë jemi kanë pryrit pa punë, edhe sektor, edhe çdo hulumtim e ka thënë që papunësia është kyçe në Kosovë, është në rritje. Edhe kjo nuk e kalon me mendu ndoshta edhe biznesin se çish me zgjidh këtë problem përderisa e ka pas një ndru su marr vesh ku ta di në abstrakt po foli, edhe nuk e ka ul veten me thonë që duhet me bosën në një njeri i cili mi rregullon çdo punë dhe mi çet nuk e kanë problemin në ai ka 20 ditë, ai ka 3 ditë. Edhe janë ndrona të çasin të menduar se nëse punëtori ka 20 ditë pushim, pi jap një javë vetes, pi jap një javë dimrit, edhe kjo është dashur me kalu para çsaj kohe. Por veç mendoj se ka qenë te kufizimi i numrit punëtorëve që ka menduar që ja del vet, edhe nuk e ka ditë peshën e po foli gjithmonë të mendimit tim personal, peshën e Departamentit të Burimeve Njerëzore. Tek ne na nuk e kemi pas këtë
këtë çasti, këtë problem, e vërtet, na kanë ndru punëtor, na kanë evolu, kanë lëviz në për kompani tjera, në për diçka tjetër, por kam pas edhe arsye të veta personale. Ose ju ka bashku vllau që ka shku pas liberalizimit visa, ose e ka lënë për shkak të pensionit, është pensionuar, është me shku të raportin me punë, ose elemente diçka tjetër, për shembull të gjenia femërore është martu jashtë vendit, ose djali është martu me dikën që jeton jashtë, ku ta di që si probleme që janë të prekshme, por asnjëherë nuk na ka ardhur puna me lën punën, për shkak se sa kemi dhënë 20% vjetor, ose se mos flas tash kompania është afër në vitin 10 në treg tash edhe mos me minore, me probleme minore për të cilat ne vetëm se i kemi të kalu. Pajtoj me ty që diskurs publik në Kosovë, edhe në vendin tonë, ka me qenë gjithmonë papunësia, ka qenë edhe ka me qenë deri në këtë kohë, për derisa nuk e vlerësojmë vetë vendin e punës. Na mendojmë që vendi i punës është me shku 8 deri në 4, po benefitet që rrjedhin nga çaj vendi i punës janë të shumta. Socializimi, puna ekipore, pjesa e të ushtruar e detyrës, avancimi në pozitë, përparësitë e tjera që vetëm këtu po më kujtohen tash për shembull çdo ditë që i kemi në vend punës. Interesant se folëm për një me për punën e papunësisë në Kosovë, mund që kom para edhe tash, edhe që vazhdon, po një diçka që e kom vrit, na kënë një fluks shumë të madh, domethënë të prej shteteve tjera që kanë ardhur me punu këtu. Mos përmendëm në fushën e shërbimit, ushqimit, që mos më hime emra kompanive, po kem vrit prej Turqisë, prej Sirisë, prej vendeve tjera. Apo në ndron, apo më duket neve klasa, më thonë, po nëse mu i me qujt një klasë punëtore, më për lyp kushtet është pak më të mira, edhe po i shmang një kategori të punëve që po konsiderojnë që nuk janë më për kosovartë në përgjithësi. Për mu, po është natyshme, do më thonë që migrimi për shkak të kushteve ekonomike ka me ndërë. Sidomos që i përmene kena dvana, dhe më thonë që Kosova për herë të parë bëhet destinacion jo kalimtar, më herë dhe më thonë ka qenë kalimtar, për me shku dika tjetër, si tranzit, tash është bëhet destinacion i fundit për një pjesë të fuqisë punëtore. Unë që kënë ndodhë po, sepse janë të refuzu disa lloj punëve, po një të në këtë du të me pasaj kujdes, sepse në këto, unë që do të më shqyqua dhe ca për partnerëve të në organizatë tjera janë duke u marrë me këto, eksploatimit që pëndodhë imigrantëve që vinë në Kosovë. Dhe më sepse, kur nuk je balavacu kur me imigrant punëtor më herët, nuk e ki halat të definuar bashkëmirë që shkon. Që shmë trajtu. Kështu që tash eksploatimi që ndodhë atyne, është një temë tash të më veti. Kështu që në moment që kam pa kompanica këtu me që mund me kriju këtë farë lloj zbrastine që është për momentin e implementim, kam fillu. Palla tjetra ka ndru tregu, përgjithësia. Ka ndru tregu. Ki kompani dhe me thonë tash të ndryshme ku mund është sot me punu 2 orë. Dinamikisht, edhe së të punu të madhe e len. Po, dhe me thonë ka ndru. Remote, po. Ka ndru më përgjithësi, dhe me thonë për te adin asaj për me punu për t'i kam veç për jashtë, adin për shamë këtu kompani të delivery adin, e kanë këgja mirë sistemin të marum që nuk është puna rregullt, nuk është punë part-time, nuk është... Kosova alo nuk i ka hapat për me imri në aspektin ligjor se që ka konsideru dikush që punën delivery. Dhe me thonë, ta është në qëto aspekte. Që në është ta migrimi... Po, këta e kësha lidhë si për vendet e zhvilluara, për shembull si Gjermania, të foli Zvicra, Austria, vendet që kanë ekonomi të forte që ndryshme, s'po krahasoj tash me Kosovën, përderisa ato kanë migrantë të popullsisë. Na vetë kemi për shembull tonë që punojnë në gurbet në Gjermani, vende ku i përmendëm. Pse edhe Kosova mos jetë e hapur për migrant punësimi. Edhe kjo mendoj e ka anën e vet pozitive, për shkak se do të ishte mirë që Kosova ju ndërfasohet jo vetëm nga një klasë punëtore vendore, po të përzihet pak diferenca kulturore, për arsye të jemi vend edhe na për me priti kanë, me thonë, hajde se kem rrugë të mirë, kem vend të mirë. Kjo e bën Kosovën vend nga vendet në zhvillim të vendet duke shku ka vendet e zhvilluara.
Nuk është periudhë, nuk është lehtë e kalueshme kjo në aspektin ekonomik, por a është e pranueshme të bizneset e tona në nivel vendi, ndoshta do të më ndru pak edhe loja edhe kultura e punës. Shqipëri, se punën edhe si ligjerues në Universitetin në Kosovë, ndoshta pak edhe me dëgju perspektivën tonë edhe prej studentave, si që shohin ata të ardhmen, apo sa kanë motiv me investu në zgabojnë fushën e marketingut? Po, në fushën e marketingut. Studentat veç fjallë të mira kanë për të ardhmen e ty në janë të lumtur. Jo, është problemi që studentat janë si ajo pasqyra dhe tash e shohin vetën në kondet ndryshme. Varësisht për trajnimeve, rrëfimeve që i marrin edhe orientimeve që i kanë, ata një ditë janë përgatitur për me vazhdu me marketing, ditën tjetër mund të qenë janë përgatitur në vazhdu në burime njerëzore ose me vazhdu në financa, në fushat ndryshme të ekonomisë, se kryesisht ne jemi në fushën e ekonomisë, por e mira është që në shumicën e kohës flitet për të ardhmen e tyre, flitet për punësimet e tyre, flitet për idetë e tyre. Edhe nuk është që për shembull kalohet ora duke menduar se e kalova provimin apo qysh, po diskutohet edhe për qëllimet e tyre që për shembull i kanë ndryshuar pak edhe preferencat ndaj leximeve, ndaj të studiuarit. Vinë të përgatitur, vinë me atë idenë se nuk ka me shërby ligjërata veç si shablon, por vinë e marrin, si të thamë atë mirën të punëshme, ose vinë e marrin komplet konceptin që ju shërben atyre në aspektin praktik. Unë vetë kam qenë për shembull student i UP-s, ku e kam mësuar marketingun në aspekt teorik edhe vizitat të kompanive të ndryshme në aspekt praktik, edhe jam punësuar në fushën e një kompanie prodhuese, e cila më ka vazhduar qatë bagazh timin profesional të punës edhe të mbështetjes time në nivelin akademik. Po njëjtë mendoj që ka me qenë edhe për gjeneratat e reja, edhe gjeneratat e ardhshme të cilat i kontribuojnë vendit, por vetëm uroj që të mos na ikën për jetë. Ta marrin kulturën e punës e ta binë këto, po edhe ta zhvillojnë vendin tonë, se ideja është që çaj papunësia që po sillet në numra kogja e prekshme të jetë zhdukët, që jetë zvoglohet. Se nuk zhdukët, po të zvoglohet paktën, që ta dim... Te sa të vjen e aje. Po. Edhe kjo kishë po më temë interesante, se e fusme dhe e ajen tash. Se në Kosovë është është vrejt pak, po jo që atë shumë. Kompanitë e mëdha në përbotjen të hjek njerëz për punën masat mëdhaja, po edhe një të në kohë jenë të e vrejt që mas një kohë po do të mi këthujmë punë se nuk është ende në gjendje më uzavancu komplet. Kosova normal është prapo me trende se kena profesionale që nuk ekzistojnë në botë, po të na ekzistojnë të na për shumë kondukterat, se diçka nuk i kena digitalizuar për të sistem. Po jashtë asaj në njëna për çështjeve që gjithë përmenat në këto podcast është përmenat në mëndë që tritë s'po dojnë me punu. Dhe na u thuhet shpesh. Unë mendoj kjo është ma shumë nostalgjike e njerëzve, domethënë sepse personat që vinë gjatë jetës tyre me syri kanë vujt për me mri ku janë, kanë nisë më puna shumë të vogla. Unë prapë thëmë kena qenë pikën ku punësimi konë si pjesa e rezultatit finale, jo hyrja. Edhe tani ata persona e ka një farë nostalgjie për atë kohë, po edhe një jetën kohë dojnë me prunë pikën që nëse kom vujtën e pëse mos me vujtë e këta tjertë. Unë e mënej që tritë, sidomos gjeneratat e reja, e ka një lloj mendësie që unë e qmaj, që është rritë shumë pjesa e thonit vërtetës. Integrimit, sakt. Po, mu më do këtë shumë sa një qmushëm, kur një ri e rej, të ta dinë sot s'vim punë, së vitë sa dinë s'jam për me punu. Edhe na është tyna përshamë për parë që ta, sepse ditët që jenë paracaktume përshamë për pushim mjekësor, kërka nuk shumë aty që ti dush me konë të dejkë për me morat, përshimë, ose me konë me grip, ose me konë me vërtetim mjekësor, përveç nëse i kalen mi 3 ditë. Sakt. Të me thonë një ditë, 3 të në përshamë këtë rëndë. Mu më do këtë ma... Spedia pajtonë shëtë. Po, pajtona, po kjo është... Varet për situatave, se ka grupë të rinjëve të përshamo që janë të interesuar me zhvillu vetën në profesion, në fushën e ku e kanë marrë të marketingut, ose cilën do që e kanë marrë me studiu. Po ka të rinjë që me
pa fakultetesh me anën operacionale të tina, me shkallësi që i ka operacionale, zhvillohet edhe jetë shumë mirë. Edhe e gjenë vetëm treg, edhe nuk intereson a ka pushim mjekësor, as ka pushim mjekësor. Është edhe grupi i tretë, që na zakonisht të habiturit, ata janë zakonisht pjesa punëtorëve që i këshysh të nene që të pjesë, që ka përfitojnë nëse s'shkoj, ma mirë më bje me pi një kafe, hajtë se ja shkrujt një vërtetim, ku ta di, po mendoj se secili profesion do të me pas kriterin e vetë. Edhe ai smuti, për shembull, kur shkon me u kontrollu për me, të më kanë i smut. Po optan, jo në kuptimin me shku i smut, me marrë vërtetimin edhe se len kesh një proces tjetër që s'u zhvillohet, se ajo i thirrën me art me punu dikun. Po përderisa ka forma që nxjerr ai të themi vërtetimin mjekësor ose diçka mos tim dash profesione tjera, po edhe ai që elshon vërtetimin do të pas një par konsiderate që nëse unë ja bëj këtij që ditë për shemb, në të unë s'ka shna pra të po punë të mirë, pse se pelon një proces tjetër keq. Po kur e meriton pushim mjekësor, okej, jam edhe mjallon pushim mjekësor, po jam edhe me ndihmu tani me trajtu se jemi njerëz tek e fundit gjithë tash. Ajo pjesa e smundjeve, pjesa e të në gjana që shkojnë deri në ekstrem, do të më bëj bashkë gjithë për me ndihmu edhe me te i kalu. Por asnjëherë mos u me prolongu procese veç pse grupit habiturve më na urrit, për shkak se ata e pengojnë procesin shumë. Për sjellës dhe liderët janë okej. Ata i kanë lideri më veç është në fazën e mirë, ky përcjellsi i shkon për mas me këtë këfinta, po ky i treti, ky nuk është poenta, ky më urrit. Po. Spektona shumë, është besniku e ka në mendim tjetër. Hajde. Po, unë me përshamë pushim mjekësor është keq kuptu. Do me thonë, në atë idenë që të vynë me kanë gjithë smut. Ose plot për kompanive që i vizitojnë, për shembull, thonë që edhe për një ditë lypët vërtetimi mjekësor që i kanë smut. Tash na i ngritë shumë do aspekte, për shembull, që s'ka sens vërtetimi mjekësor për një ditë, sepse për shembull nëse të natën e kanë të vjellë. Po. Ideja që të edhin që adin kime shku të mjeku, po që adit kam atë kalu ashtu kështu, adin se e konë që atë thojna për shamu adin i elmum ose diqka. Ty kam atë kalu mrena që asoj dite, veç të vynë me pushu, nuk ka sens me shku të mjeku, me huptash që adit të pushimet, me njek për një vërtetim, që më të alshuaj për një dit me thonë, okej, në regull, që nesër me shkua për të lësë s'ke përshu që atë, s'ka sens. Për neve, të pak të më po dhe me legjë që është regullohet, të më thonë, si të mas për sektorin publik është me uzus, po edhe për sektorin privat është deri në të redit është e lejushme pa vërtet e mjekësu. Tani ngeshim do raste interesante, sepse nëse përshamë edhe një okej konë që ashtu, që që thashtë të generatet e reja për ndodhë që përshamë thotë nuk po nina për me orë, nuk jam për me orë, se kom disponimin Se shef të arsyshme me gjithë vërtetim. Se kom disponimin me orë, ajo nuk është, nëse jena në qëta aspektin, ku na e këshyru ma la si pushimi e kësor dhe më thënë ku është smut si pas mjekut me një farë diagnozët caktume që mund është miron fije me thonë është grip, është virus, është këse është tjetër, po. Amë nëse këshyru në qëta aspektin, dhe më thonë, sidomos që për më marrë shëndeti me ndorë që ka hi në diskutim shumë e marë. Dikush që nuk njihet për me orë punë, e neve nga ka ndohë, dhe më thonë me inspektorat punës që bashkëpunojna, fokusi dikujna që nuk njihet për me orë punë dhe vjen punë. Ta është në problem të arinë, është ta të jo, nuk e di, nuk i kena vizitu fabrika, nuk e di, po rastet caktume ku vynë fokusi malë. Gjatë rastet punës, ka ndodhë aksidente që në punëtore në intervista ka thonë që për shembull nuk kem konë javë për puna ditë, se kom najtë e një pastë në mëngjesit qutë. Tash që të pikun e kom ma shumë idejnë e mos pajtimit, se po thëmë që eksploatojnë ashta 20 ditë me ti morën mbrëna vitit. Jo, shumë diskursi mirë për arsye se korniza emocionale e të punësuarit edhe kundrejt punëdhënësit. Unë mendoj zakonisht në për intervista e kam pas cek me shumicën e punëtorëve cilët i kam intervistu, më ndodhë një dhe kemi harru se tash ka pas edhe shumë, jam mundu me ndaj jetën e tina
personale nga pjesa e punës, private nga jeta e punës. Këtë jemi në rregull bart një përgjegjësi familjare, obligime të ndryshme, ku na bojnë për me kanë emocionalisht mas me qenë vetvetja në ambientin e punës. Po qysh në intervistën e parë, jam mundu me ju thonë, për shembull në rekrutin kur kom pas, që kom vendos me zgjedhje, supozoj besnim konosi juve, ju kom thonë që deri te pjesa ku vinin punë, jeni okay me anën emocionale të juve. Pjesën e sipërme të punës mundohu me qenë punëtori i fabrikës. Për arsye se ti ke zgjedh një kontratë pune ku ke thonë unë jam i gatshëm me shërby këtij institucioni për çet periudhë të punës. Jo na tash me të trajtu tyje emocionalisht, edhe pse ke arti si disponim për punë, ma ta dhon ty se thën gazepin për punë, po ti të paktën me u mundu që anën emocionale edhe problemet e tua me i mbart në vete. Problemet e punës, na nuk po të thojna je lodh te puna i ke prodhu që kaq litra e ke bosh kartë këto e të barte që e në shtëpi. Po të njëjtën edhe të shtëpisë se bër këto. Për arsye se do të mendoj që do të më undo kjo pjesë punëdhënës edhe emocionalisht. Nëse tash i kam problemet e mia dhe vi po supozoj të premton kur kam fakultet ose të njëjtën, edhe muj me thonë që sot sa emocionalisht me dalë me folën para juve, atëherë një të njëjtë, okej, tjetrën javë mu kanë rrit numri studentave të cilët kanë më thonë, valla unë s'po mund të nguqet javë. Edhe e harrojmë domthonë në rrugën për të cilën e kemi nisë. Na e kemi nisë rrugën për me ligjëru edhe për me arë studentat në pjesën e tonë të ligjërimit, tutje na po ndalemi në gjysmë, po stagnojmë për shkak se emocionalisht nuk kena kanë gjendje, po harrojmë keq që jena të shërbyni komuniteti. E kundërt edhe në sektorin privat, po harrojmë keq që sektori privat ka marrë porosi edhe ka llogaritë që ata punëtor ka më i pas ndrym. Në moment të fundit, unë nuk më marr valla se emocionalisht jam prek diçka, kjo mbetet gjithmonë çështën etike të punëtorit, e mund tolerohet një herë dy, por nuk mendoj se i shkon mirë me u toleru shumë gjatë për shkak se do të na urritej numri të habiturve. Se kjo është shumë e dëmshme për komunitetin, jo vetëm për sektorin privat, por për tërë komunitetin për shkak se ai edhe emocionalisht edhe në shtëpi ka më mbetë një ingulfat, ka më mbetë i pa socializuar, se një ditë ajo i bëhet më tani rutinë. Edhe po mos e kalon në rutinë të keqe, mendoj, tash mendimi jam personal, nuk do të thonë që e kemi mirë. Më jo, më besoj që edhe kanë ndru pak industrit, kanë ndru pak nështë edhe forma punës. Ndoshta edhe përpara një nuk e pas as hapësinë me marrë problemet e shtëpisë të familjes se puna u kon shumë fizikisht. Do të thonë nështë atëherë edhe njerëz kanë menduar që s'kan pas probleme me shëndetin mendor, pavarësisht se nështë kanë pas, po çaj që kanë lëvizje sa që s'kan pas kohë me menu, do të thonë për shponinë, edhe ndoshta ajo në fakt formë ka shumë më ndiku pozitivisht në psikikën e tyre. Anën tjetër shohim që okay edhe i ka do të mira do të këshia thënë edhe kur ka ndodhur Covidi, se çuditërisht para Covidit vetëm një Skype është përdorur për një komunikim thjesht edhe mishti 5 veta apo dakordo me diçka, një farë konsensusi mu marri përbashkët. Mi për ma vonë pa që shumë sane mundën mu bo online. Unë po supozet është edhe shumë punë, e di që obligohen me qitë një farë orare, një 8 orësh. Po përveç nëse jem prodhim që du të ankon, përveç nëse je po supozet të arka që të ankon ki lëvizje. Po besoj ka do punët që instituti ose vetë punëdhënësi lyp prezencën fizike, fokusimi, po në fakt nuk ka punë. Edhe në nëse rastë ndoshta edhe edhe ka kohë dhe e menu nërsa për familje, se ka kohë edhe me marë kohë nëse i vynë. E përdojmë, është problem me i vendosë një farmaci të secila punë, të secila industri një farforme. Për shta besoj që edhe shumë do të nërsa mu rëshqyrtu gjdo marrëveshje, gjdo kontratë me gjdo institucion. Po më thonë nëse merë i këshyre disa shablone, edhe tash hajde ti përdojmë për gjitha industrit. Nëse marë sfundmi tash që në zhvillu shumë kompanitë të teknologjisë në Kosovë. Përveç që kam pagat mjera sugërime edhe ka disa kolegë që njëvën edhe 3 muj ditë si më konë punë, që 3 muj ditë punën remote, dhe më thonë për shpisë. Edhe okej se ka mekanizma matës që po kryet puna, tani ata kanë disa privilegje, një pjesë të tyre edhe me njëherë, mas 2 viteve të veç je besnik ose punëtor i mirë i asaj kompanisë, ata i ndajnë edhe si më thonë 1% të kompanisë, dhe më thonë, për i motivu ata me najtë ma gjatë. Për mendimin tem besoj që duhet shumë u rishërtu edhe një herë gjitha industritë. Ai nxjerr pak punë, po malje të shkan herë më të njëke një shablon të qesim do sikur shke për pushimin nëse për orarin nëse për
Po, dashëm teknologjia e ka lehtësu procesin e punës, në këta po, se edhe për pjesën e prodhimit, po flas, nuk është njëjtë sikur se është prodhu në fillimet e kompanisë, që është prodhohet sot. Për shembull, ka evoluim të teknologjisë, ka evoluim të makinave, të cilat e lejojnë punëtorin edhe gjatë punës me qenë free pak, jo non-stop fizikisht në zonë. Po njëjtë edhe shërbimi ku ofrohet, nëse mirë the është kanë obligativ me u kanë 8 orë në punë, i në okej në rregull, është orari i punës, është me respektu, po tash teknologjia me pjesën e zhvillimeve teknologjike digjitale e ka lehtësu këtë pjesën e punës tetorsh, nuk është vetëm 8 orë, po mundesh me bë zëvendësimin online, mundesh me bë krijimin e grupeve së bashku e të tjerë forma të ndryshme. Pajtëse ndallon niveli tash i sektorëve të punëve. Mos ta marrë tash në aspektin teknologjik, do të më qenë patjetër 8 orë në punë, ndërkaq në aspektin e prodhimit patjetër mos më qenë 8 orë. Se kjo është e kundërta. Te teknologjia mundesh me zëvendësu me mahun ose me komunikim digital, ndërkaq te prodhimi jo, për shkak se në moment që po supozoj që makina prodhohen litrazha, langje të ndryshme me prodhime ndryshëm, atëherë do të më qenë dikush atë që e përcjell këtë proces të punës. Por team building është ajo që ne kishë mësuar shumë me zëvendësu kolegun, me pas mirë kuptimin, edhe që zhurma që bëhet brenda ekipës, neve në marketingit dhe marketingu i brendshëm, me qenë i frikshëm, me qenë që e zhurmë mirë, me qenë zhurmë që krijon ekip të punës, jo zhurmë e cila krijon disa avantazhe në punë, në procesin e punës. Por ekipa punës, duke komunikuar ndër vete për të mirat dhe benefitet që i kanë, me të i kalu edhe ondën emocionale, edhe mos më ardhe në krizë mendore për shkak se s'mujta marrë në punë, po e kam këtë problem, po ekipa me ja mundësu edhe me ardhë. Kem pas në kësi raste për shkak kur ka pas në një punëtor, ka pas probleme, ka pas nevojë për pushim, është trajtu në rregull, punëtorët ja kanë mojtë ta s'po ndrimin, po ja kanë mojtë makinën, i kanë kriju ato çao dosh me kriju, me prodhu për çat ndrim, edhe nuk është vërejt zëvendësimi i tij. Po ajo nuk do të më shkuën soza shumë gjata për shkak se edhe ai tani lihet jashtë ekipës. Emocionalisht edhe ata e prektën që po mbetet pa kontribuar. Kjo është Nështë se, vish të kundërshtu. Hajde, kundërshton. E se përmënim për aspektit që është njësi, dhe më në kështu në këtë aspekt. Pjesa më e madhe se në Kosovë rregullon me legjë. Do me thonë nuk ka diskutime për se ose qysh, ose të mos të pjesa e pushimeve të rregullon me legjë. Pjesa që nuk është rregullu alo, që presë më rregullu është që ke varë pjesa punës prej shtëpisë. U përmend dhe më thonë si një dimenzion. Po, sartë të përmenat është interesant, edhe na kena shëndeti mendor përmenat që ke puna prej shtëpisë, si një lloj zgjidhje ndaj idesë të kësajna. Që u konë erën e fundit e patëm në diskutim me një aktivist që është një civili që merret me shëndeti mendor, tha, qëtu është ta gabimit, sepse menohet një qështojnë dhe më thonë një qelës për gjithë shka me funksionu, dhe më thonë, zgjidhja për gjithë shka po një është keq puno për shtëpisë. Plët tha, e kanë, sidomos në rastet të neurodivergjentëve, që u përmen, e tha, tha që e kanë nevoj me kanë zyre. E kanë, dhe më thonë, pjesa, aty një dëmtohet shëndeti mendor, kur nuk jenë zyre. Këta kanë vrejtë në pandemi, kur u dërgun krejt në shpe me punu për shtëpisë, kish plët dhe më thonë që u ankojshin që në shpe nuk e kanë mirë. Sem të ndimin. Kish plët që me preqin idejnë e kësajnë. Dhe më thonë, unë e menaj që këtu do të me konë në një pikë caktume, sepse kjo lidhet shëndeti mendor edhe me produktivitet të kompanisë. Dhe më parteja tonë aso idejës kësajnë, tregojnë raportet dhe me thonë që kanë matë që humbja shkën në miliarda euro në vetë në botë për shkak të mos trajtimit të shëndetit mendor brenda kompanive. Unë e kuptoj normal edhe si kompania, është normal me kuptu të vjen dikush edhe në të s'ponina së me punu.
Po, Dhe normal. nuk do këtë arsyeja ma logjike, sepse ai tjetër të kartë ka thonë edhe Po, me kom thuj kamën, së në punoj, të e shek kamën e thyme, edhe kupton që së në punon. ta më puna me tjetër me kam të thyme të shyre e ke thuj. Po, edhe ma- është diçka sa ma ka mirë. që e sheh, edhe është diçka që nuk e sheh si nuk po më me punon. Me qitë pikën në mëne përsham, është e kryo, Okej, së problem vës. e ki, do më thonë, për që ata e mbo pjesa ligjore e jonë. Do më thonë, e kini përshem të përmend e rast të caktume kur e lenë punë për magat. Do më thonë, e kini përshem vjetor që më është me marë, 20 ditë. Mi to më është me marë një përshem mjekësor 20 ditë ekstra. Mi to më është me marë një përshem, do më thonë, që është i papages, apo? Sepse adin nëse ballafaqohesh me diçka caktume. Këtë këto e mbo për arsye që adin dikush nëse hen me një fazë caktume, ose çka do që i ndodh, qoftë smundi, qoftë çka da, janë bazat për me u përcjell, domethënë, veç unë po foli veç ka mbulon ligji, për te asojnë adin për me hinë diskutime. Unë pajtona, normal është dikush që të hjeket për një punës, një Po, kod janë katër, kështë. adin, është këse. Po përderisa ligji ja ka leju, edhe ai punëtori më rana e kuptoj që kur ti vjen me zavën të sumë ashtë e meri nati kolegut Po. që mi vjen me punu ma shumë, edhe po ligje ka para poshtë. Ja këtej një tjetrit. Diskutim interesant për arsye se në kohën e pandemisë, për shembull, ka qenë zinxhiri i furnizimit me lëndë parë, me prodhimtari, që është dosh patjetër me dalë punë. Edhe na që në atë kohë për shembull në kodet e arsigullës më është dosh për ditë me shku në punë, se ka kërku vetë shteti, ka thonë ju e keni të leju me ato formularë që na u lejoj kemi lëviz. Punë esenciale. Po, punë esenciale që është se ka kompani prodhuese zinxhiri i furnizimit me X produkte. Edhe në rregull, na o dash me punu. Ata që pas kanë nejtë në shtëpi, ata pas kanë pas një par krize që pse na punojmë në shtëpi. Do pëjtë me. Okej, do pëj ty në po, na do pëj neve që kemë punuar, na kemë pas një par krize që po na gjejnë që po bëhat, se veç na po punojnë. Po, pse veç na po rrezikojmë. Rreziku te kjo pjesa e krizës mentale dhe anës emocionale të mundorit ekziston sikur ta ai që e merr punën me vullnet edhe punon, emocionalisht më është më konë mirë, po bëma kjetë e vokit keq punën. Supozojmë, se emocionalisht ti atëherë i vjen që ti vetëm s'e ke kontrolluar ose s'e ke nda aspektin privat me të punës. Kom fitu diçka në tash jam mirë me familje, edhe shkoj me disponimin më të madh në punë, po kreativitet s'kam kur gjën se veç i kum bërë detyra operacionale që mendoj që janë të mira. Po kanë era kur nina shumë keq në do na më paraqit në punë, po supozojna, edhe çat ditë çem ka lëz di ide në anën e punës. Po mendoj që punëtori edhe si një mosha 18 plus që e qep në treg të punës njeriu, do të më nda pjesës personale të jetës që e ka dhe me pjesën e punës që e ka. Sepse këto dyja bashkë për i me ta në rrë krizë mendore, se me me që problemet e punës në shpe, ose të shpijes në punë, edhe adha e kishë më konë një mekë si përzirë. Saj përket të dëshmërisë ligjit po, pajtoj me ty, do të me zbatu, edhe në rregulli, me atë pjesë kem pas në punëtor që një ditë, 3 ditë, me telefoni kem kryes. Një që në 80 punëtor jam për shembull aktiv, tash rreth 200 punëtor në kompani, qarës është një pa të osmu në ditë. Duha me korreshtara, dhe ndash në nuk mujna se cilën e thirë 200 vetë, te a ke djejës mund që osmu i të dhe sa të bajdhe dhe vej. Kjo është qka që së është një pjesë do të mungu se le. Po, se mirë është Kosovë. Po besoj që mirë. Me shtonë Kosovë në mirë. Super. Po, Kosovë është mirë, kjo është Mirë, ta veç një rekapitulim për fund, për këtë zhëngojnë, dhe thonë, fëllëm tema gëgja interesant, sidomos interesant me pas së shumica që kanë qenë që gjatë pandemisë në byllë, që është interesant me pa dhe këtë perspektivën u dashtë një linjë me funksionu. Në ra me prej gëgja shumë tema vëllim i fuqisë punëtore, Kosova ma në fund jona është, po kam rime një stash për më bo vend i targetum për migrim të fuqisë punëtore për vendet tjera, që i ben që nashta diçka jena të bo mirë. që s'pe vrejna. Ose ata e të bo diçka keq, ose na diçka mirë, po në cilin do variant, unë më që janë të jetës shumë ma mirë asë që janë konë, më të një ashtë të asojnë, ka ndodhë plot ndryshime, si në politika, si në legislativ, po ma rëndësishme për mu konë përmena dhe këto në mendësi.
Aja është taksojna, shqyrikin edhe ligjet edhe institucionet funksionale, kështu që kushdo që ka dyshime për diçka në punë, se ligjet janë dikonja 8-9 që e mbulojnë fish fushën e punës, që janë shumë për mu lexu. I kisha inkuraju njerëz me kontaktu inspektoratin e punës që merret domethënë specifikisht veç me pjesën e të drejtave të punëtorëve, qoftë nëse me raportu diçka ose me marrë vesh më shumë ashtu ju shkena e drejtë. Shumë faleminderit shumë, ke bisedë shumë interesant. Besoj që u prekën ti më të mira, por gjithmonë mendimin që e kam thonë unë. S'do më thonë që ja kom qëllu, po besoj nga kondi i përvojës që i kemi profesionale ndër vite, afër 10 në kompaninë Arsikolla. Kanë qenë me të vërtet situatat interesante me zhvillimin e punëtorëve, valorin e tyre, edhe me krahasu me punëtorin e parë kur e kom marrë intervistë edhe sot nëse i marrëm me atë kolegun tim që e kemi bashkë. Me të vërtet ka dallime, se tash vjen me kërkesa të qarta edhe e kini farë frige që t'ja tham stamës, t'ja tham se pranon. Jo në kuadër të punës dhe të pagës e këto probleme, po amën emocionale të tina. Anë fillim për shembull e ke pas shlirë, ke marrë shënimet, e ke vlerësu, edhe veç ka prit me thirrë më shpejt punë. Ka ndryshu ky mindset, ky lloj të menduarit në aspekt të punëtorit. Kompaninë në rritje jemi, besoj që ky numër kur të vim podcastin e radhës Kam e u dyfishu për shpresojmë. Shpresoj për të mirën e ekonomisë vendit ajo gjithmonë. Faleminderit shumë Shqipërin. Faleminderit për podcastin.